Pjesëmarrja e Kosovës në Bordin e Paqes në Davos të Zvicrës përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm në angazhimin e saj ndërkombëtar dhe ka tërhequr vëmendje të gjerë në opinionin publik. Kjo përfshirje është interpretuar në kontekste të ndryshme politike dhe diplomatike, duke nxitur nevojën për një sqarim më të thelluar mbi domethënien e saj në raport me politikën e jashtme të Kosovës dhe rolin e aleatëve strategjik. Në këtë kuadër, ka folur profesor doktor Syl Ukshini, i cili thekson se përfshirja e Kosovës në këtë nisëm duhet kuptuar si pjesë e një qasjeje strategjike dhe afatgjat të Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës, e jo si suksesi i një akti apo figure të veçantë politike. Ai sqaron gjithashtu se kjo pjesëmarrje nuk përbën certifikim moral apo demokratik, por një mundësi politike dhe diplomatike për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duke vënë theksin e veçantë edhe tek aspektet kushtetuese dhe juridike të përfaqësimit të shtetit në forume ndërkombëtare. I pyetur se si duhet kuptuar mënyra e ftesës së Kosovës për pjesëmarrje në Bordin e Paqes në Davos, Syl Ukshini është shprehur: "Mënyra konkrete përmes së cilës Kosova është ftuar të marrë pjesë në Bordin e Paqes në Davos nuk është bërë publike. Në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare, ftesa të tilla zakonisht realizohen përmes kanaleve diplomatike jo formale, lobimit politik dhe komunikimit të drejtpërdrejtë ndërmjet zyrave presidenciale dhe aktorëve kyç ndërkombëtar. Ato janë në rregull të personalizuara dhe nuk përbëjnë domosdoshmërisht reflektim të meritave të brendshme apo të jashtme të një shteti. Kjo vërtetohet edhe nga fakti se në të njëjtin forum janë përfshirë figura autoritare dhe jo demokratike, si Vladimir Putin apo Aleksandr Lukashenko. Përrjedhoi, përfshirja e Kosovës në këtë mekanizëm duhet kuptuar si një mundësi politike dhe diplomatike, e jo si një certifikim moral apo demokratik. Përfshirja e Kosovës në Bordin e Paqes, të iniciuar nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, nuk duhet dhe nuk mund të interpretohet po ashtu si suksesi një figure apo subjekti të caktuar politik. Ajo përfaqëson para së gjithësh vazhdimsinë e një qëndrimi konsistent dhe afatgjat të SBA-ve ndaj Kosovës. Është një qëndrim parimor i Washingtonit ndaj agresionit ushtarak të Serbisë kundër Kosovës. Në këtë kuptim, vendimi amerikan për përfshirjen e Kosovës në iniciativa të tilla është strategjik dhe afatgjat dhe nuk lidhet me asnjë emër të përveçëm apo cikël të brendshëm politik. Çdo interpretim që e redukton këtë proces në merita individuale ose kalkulime ditore politike reflekton një qasje provincialiste dhe mungesë të kulturës shtetërore. Për më tepër, paradoksalisht, një pjesë atyre që sot tentojnë ta personalizojnë procesin, në të kaluarën kanë qendër kritikët më të zëshëm të marrëveshjes së Washingtonit. Kujtesa historike e këtij vendi mbetet një faktor që nuk mund të injorohet, shpreh Ukshini. Sipas tij, mbi të gjitha, përfshirja e Kosovës në këtë nisëm konfirmon se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbeten faktori vendimtar për përfshirjen e Kosovës në sistemin ndërkombëtar dhe për fuqizimin e identitetit të saj shtetëror. Kjo dëshmon një vijimësi strategjike të politikës amerikane ndaj Kosovës, përtej cikleve të brendshme politike dhe ndryshimeve administrative në Washington. I pyetur se pse Kosova u përfaqësua në Davos nga presidenti Vjosa Osmani dhe jo nga kryeministri Albin Kurti, Syl Ukshini tha: "Presidenti i Republikës së Kosovës, në bazë të kompetencave kushtetuese, ka të drejtën të përfaqësojë shtetin në marrëdhënie ndërkombëtare dhe të nënshkruajë akte në nivel ndërkombëtar. Megjithatë, nënshkrimi presidencial nuk është i barazvleshëm me vlefshmërinë juridike dhe nuk krijon në vetvete obligime ndërkombëtare për shtetin. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, marrëveshjet që kanë të bëjnë me paqen, sigurinë, çështjet politike ose antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare bëhen juridikisht të detyrueshme vetëm pas ratifikimit nga Kuvendi i Kosovës, me shumicë të cilësuar prej 2/3. Në të njëjtën linjë, ligji për marrëveshje ndërkombëtare përcakton qartë se nisma për lidhjen e një marrëveshje ndërkombëtare duhet të miratohet paraprakisht nga qeveria, përpara se presidentja të autorizojë ose të ndërmarrë aktin e nënshkrimit. Rrjedhimisht, presidentja mund të nënshkruajë një akt përfaqësimi politik ose deklarativ, por pa vendimin e qeverisë dhe pa ratifikim nga Kuvendi, ky nënshkrim nuk prodhon obligime juridike për shtetin e Kosovës. Kjo nuk është çështje e interpretimit politik, por pasojë drejt për drejt e ndarjes kushtetuese të pushteteve.